Unë jam Irisa Vejsa, 27 vjeçë. Jam pjesë e komunitetit e shqiptar të Shqipërisë. Përshtypja më e madhe ime ka qenë kur stigma vazhdoi dhe në universitet. Dhe kur prekesh nga lektorët e tu, nga njerëzit që ti duhet të mësosh më shumë edhe të marrësh këto dietë për jetën që të duhet, edhe për mua kjo është pjesa më e vështirë, sepse asnjëherë nuk e ke përkrahje në njerëz që ti të ecësh përpara. Edhe të dalësh nga ky kreativitet që ke. Shëndet. Nuk ka asnjë kohë të duhur për të bërë diçka të duhur, ka thjesht koha jote. Dëshira e të rinjve për të kthyer në Shqipëri është, por mekanizmat për të kthyer dhe për të mbajtur ata aktiv në shoqëri ka nevojë të përmirësohen. Mendoj që vajzave ju krijon një liri të jashtëzakonshme e jetuar e jashtë për cilën kanë nevojë, sepse çdo kush duhet ta njohë veten dhe është një proces që duhet bërë. Mendoj kudo të mundesh, qoftë edhe nëse nuk është për studime, por nëse është për një punë të shkurtër, për një punë verore, për një kamp veror, çdo lloj gjë, njeriu duhet të takojë njerëz të ndryshëm, të përballet me kultura të ndryshme, së nxjerrin debate, ti do të kuptosh aspektet e tjetrit, kulturën e dikujt tjetër, është shumë e rëndësishme. Njeriu rritet në këtë formë, gjen veten edhe bëhet versioni më i mirë. Nga që kam jetuar vetë jashtë, nuk i gjykoj fare ata që ikin, përkundrazi i kuptoj më së miri, edhe ata që qëndrojnë jashtë. Këtu ka një paragjykim që duket sikur ata që ikin janë ata që thjesht dorëzohen. Por shkuara jashtë vjen me shumë vështirësi, që nga gjua, që nga izolimi, që nga mungesa e ndihmës. Nëse në Shqipëri mund vi tek ti Lulieta dhe them që kam një problem, më ndihmo ta zgjidh. Jashtë ti nuk e ke këtë luks, jashtë duhet ja dalësh vetë. Dhe i kuptoj dhe ata që rrin jashtë. Kishte momente ose sfida që duhet tregoja që isha vajzë nga Shqipëria, pra se kisha marrë përsipër një pjesë të madhe që duhet të demonstroja që si vajzë nga Shqipëria duhet të isha e zonja, që duhet të tregoja gjithmonë më të mirën, që duhet të punoja dy fishin që të na shikonin, të na kuptonin. Realisht ishte pashmangshme, tani që po e mendoj, unë po të shkoj përsëri do kisha bërë ditën gjithë, mendoj gjithmonë që në Amerikë është mjafton erdha. Nuk është e tillë. Do të thonë mjafton të marrësh atë një kohë anijen, të ishe me muaj të tërë në oqean, dhe tani mbërrita në Amerikë, shumë na tregojnë dhe filmat, dhe çdo gjë bëhet më e bukur, hapen bizneset, se si hapen këtë stiet. Megjithatë, unë këto t'i thosha edhe të rinjve që pavarësisht që ju arrini në Amerikë, keni këto lloj metodash për të arritur në Amerikë, duhet të vazhdoni të këmbgulni, qoftë në eksperiencën tuaj të vazhdoni të punoni, qoftë në të kërkoni më tepër nga vetja juaj, të vendoseni sa më shpejt në rrjetëzim, qoftë jeni student, takime studentë të tjerë, takime profesorë, të mos lini qoftë partin, qoftë edhe takime akademike që mund të bëhen, të cilat do të japin ty në një farë mënyre rrjetëzim ose informim të pashmangshëm. E treta që do doja të thosha në mënyrë të vazhdueshme është që duhet gjithmonë të kualifikohesh. Një këshill nga ana ime do ishte që të informohen mirë. Informacioni tani është më i aksesueshëm, të pyesin dhe sidomos të vendosen kontakt dhe me të rinjt dhe të rejat që kanë patur një eksperiencë të mbarshme studimore apo të punës jashtë Shqipërisë. Dhe një këshill tjetër, të paktën për mua personalisht ka qenë shumë e rëndësishme dhe vazhdon të jetë shumë e rëndësishme, është që nëse duan të largohen për një eksperiencë pune të përkohshme apo dhe të përhershme mbase për të jetuar përgjithmonë jashtë Shqipërisë, unë e shikoj si arsyen më të sigurt dhe më të drejtë që fillimisht të kërkojnë një mundësi punësimi dhe të sigurohen që institucioni ku ato duan të punojnë bën dokumentacionin e punës. Kam pasur një problem shëndetësor në fakt, gjatë kohës që kam jetuar në Turqi, dhe aty mund të ketë qenë një nga momentet më të vështira të mia, të larg familjes. Ka diçka që unë e them gjithmonë, kur je në një vend të huaj, shoqëria të bëhet si familje, dhe unë pata fatin që shoqërinë time ta kisha dhe si familje.